Zakonisht njerëzit e thërasin Perëndin atë. Ju, pra, lutuni kështu, Ati ynë që je në qiej. Por a do të thotë ky mësim i Jezusit se ekziston vetëm Perëndia atë? Fjalë për fjalë, atë do të thotë një burr me një fëmijë. Pa fëmijën e tij, asnjë burr nuk mund të quhet atë. Atëherë, çfarë do të thotë që Perëndia quhet atë? Do të thotë që Perëndia ka fëmijë. Dhe unë do t'ju pranoj dhe do të jem si një atë për ju, dhe ju do të jeni për mua si bijtë e bijat, thot Zoti i plotfuqishëm. Ne jemi bijtë dhe bijat e Perëndisë, fëmijët e Perëndisë. Atëherë, a mund të lindë një fëmijë vetëm një atë? Nëse ka fëmijë, duhet të ketë edhe nëna e tyre, si dhe ati i tyre. Titulli atë mund të ekzistojë vetëm kur ka një nën. Atëherë, ekzistencën e kujt tregon titulli i Perëndisë atë? Perëndia nën. Kjo është arsyeja pse Bibla dëshmon për ekzistencën e Perëndisë nën tonë qiellore. Ndërsa Jeruzalemi nga lart është i lirë dhe është nëna e ne të gjithëve. Do të thotë që nuk kemi vetëm Perëndin atë, por edhe Perëndin nën në qiell. Prandaj, ne duhet të besojmë jo vetëm në Perëndin atë, por edhe në Perëndin nën, siç mëson Bibla.